Ju pyetët pak më herët, ai ka lëshuar Edi Rama Erion Veliajn. Unë mendoj që sot duhet na shqetësoj një gjë tjetër. Fakti që zoti Rama është duke uzurpuar pushtetin, ose më saktë është duke uzurpuar një institucion si që është Bashkia e Tiranës. Do të thënë, dhe kjo duhet realisht na shqetësoj si qytetar të këtij vendi dhe si qytetar të Tiranës. Jo, por ne duhet ta ne jemi qytetarë të Tiranës dhe Edi Rama nuk është mandatuar dhe nuk është zgjedhur nga qytetarët e Tiranës për drejtuar Bashkinë e Tiranës. Ka dy mundësi, ose shkarkoj Erion Veliajn dhe vazhdo rrugën për plasjen e gjykatë kushtetuese, ose lëre të ushtrojë kompetencat në kushtetues. Po e ka bërë në raste tjera, po të dojë se gjykata kushtetuese mund ta rikthejë sepse ama duhen 3 muaj. Rama mund ta bëjë. Ideja është se Safet Gjicin e shkarkoi 4 minuta pa bërë Safeti reagimin në Facebook, Edi Rama e shkarkoi tani se ne në këtë vend kemi jetuar. Edi Rama e shkarkoi pa e mbaruar Safeti i shkret atë se është edhe smur. Pa e mbaruar dorëheqjen, po është shumë rënd në burg. Atëherë pa e mbaruar dorëheqjen Safeti, tani nuk e di se s'do të vi asaj pjesë se është temë tjetër diskutimi, po problemi është që pa e mbaruar Safeti dorëheqjen që e bëri dhe me gabime të rënda ortografike dhe harroi dhe familjen ta shkruante aty, Edi Rama e shkarkoi. Pra, ajo çfarë ne duhet na shqetësoj është që kryeministri nuk mund të uzurpojë kompetencat e një pushteti tjetër. Ai Bashkia e Tiranës është një pushtet vendor që duhet të vetë rregullohet, patjetër ka mekanizma se si vetë rregullohet, se si administrohet buxheti i bashkisë, se si administrohet ai institucion në këndvështrimin tim është i kalbur, po tani ne Erion Veliajt mund t'i rendisim të gjitha faktet, provat, dyshime që ka spaku, mund të merremi me të sa të duam, por ama në këtë pikë duhet jemi të ndershëm me veten dhe me opinionin publik. Nuk mund Edi Rama të marrë kompetencat e kryetarit të bashkisë. Në fakt i leme një fjalë për mua më hyri një seri mesazhesh që kërkojnë të dinë më shumë për këtë që shpjegove për Safet Gjicin. Çfarë ka ndodhur realisht dhe çfarë është? Zoti Gjici kërkoi liri me kusht për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore që ka patur, nuk mund të bëj dot me dije diagnozën se nuk ma lejon ligji, por është çfarë ligji tani nuk ka gazetar. O Klodi do mësomi me këtë. Gazetari po e mori vesh. Është i detyruar të skepse është zoti Rakipi nuk interes publikut. Jo, nuk është në interes publikut e pikriza. Ajo çfarë mund të them me fjalë thjeshta për publikun është që Safet Gjici, edhe pse në këndvështrimin tim akti që ai kreu ishte moralisht i dënueshëm, ligjërisht i dënueshëm, ishte akti më i shëmtuar që ka ndodhur ndonjëherë. Për mua, unë e kam thënë që ndrimi. Me ai akti do të gjithmonë dhe vetëm Safet në shkret morën për atë thua ti. Sot në këndvështrimin tim, atë filmuan Safeti e engri tuaj. Ai kal që kap shiu lemin të gjithë. Por sot në këndvështrimin tim, afro 2 vjet më vonë duhet të kthehen pak te letrat. Nuk kam asnjë arsye që Safet Gjici në atë gjendje që është të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg, sepse të gjitha epikrizat dhe në spitale private edhe në spitale shtetërore rezulton në gjendje problematike shëndetësore me një smundje të rëndë. Smundje të rëndë që është ajo që të nuk dua të hyjmë andesë. Nuk duhet të shkojmë, po i urojmë të lirohet. Safeti është i fundit këtu që edhe s'ka pikë logjike, por tani kam një pyetje tjetër unë bushat sepse kemi vënë re gjerësisht në këtë procesin Velia, mbështetjen e mediave e ka humbur Velia pas përgjimeve, sidomos pas këtyre përgjimeve, kishte mbështetje goxha të fortë dhe pas arrestimit, shumë të fortë. Mund të them për shembull, unë, kaq sa kuptoj si gazetar, se ndoshta nuk kuptoj dhe shumë, po mbështetjen më të fortë që ka patur një njeri në këto 35 vjet, edhe pas arrestimit në media, është mbështetja ndaj Veliajt. Si më dhe ka humbur këtë mbështetje, po jo, thotë. Nuk më rezulton që ta ketë humbur. Mbështetjen te media që kanë mbështetur gjithkohën e ka pothuajse të plot. Boll të shofësh vetëm faktin e sotëm. Ky dokumenti dhe përplasja me Ramën, emrimi, çemrimi, u botua deri mbas dite kur Erion Veliaj reagoi vetëm nga mediat kritike me Veliajn. Pra, edhe faktin që çfarë po ndodhte, të gjithë mediat pranë qeverisë e fshehen. Pra, në qoftë se shokët në parti e kanë lënë, shokët në media akoma nuk e kanë lënë. Dhe kjo ka një shpjegim, se si duket, fluksi parave vazhdon të shkojë akoma te ato media që është Veliaj në zyrë apo në qeli,
ato ja bëjnë njësoj shërbimin sepse marrin dëm shpërblimin. Marrin para, ka njeri për Shiko, Erion Velia atë ka pasur armën e vetë më të fortë. Pra, dhe temi Erion Velia nuk është mbajtur për njeriu që ka bërë punët më të mëdha apo për imazhin apo për vizionin e tij për ndryshimin e Tiranës. Erion Velia ka qenë njeriu i cili do të mbahet mend, kryetari i bashkisë i cili do të mbahet mend si njeriu që e ngriti formën në institucion. Dhe çdo thotë formën në institucion u kujdes më tepër për imazhin dhe fasadën, u kujdes shumë që imazhi i tij të mos cënojë, imazhi i tij të glorifikohej duke paguar media, edhe duke paguar dhe aktivitetet të tjera. Ti po të shikosh pjesa më e madhe e personazheve VIP të botës së artit, showbizit në Tiranë janë mbështetës të zotit Veliaj. Pse? Sepse zoti Veliaj paguan lek. Dhe natyrisht që ai këto lek ka dy zgjedhje, o ti çojë ti bëj kopshe çerdhe dhe njerëzit të fillojnë ta vlerësojnë për punën që bën, ose ti çojë te mediat, ti çojë te artistët dhe njerëzit ta vlerësojnë për atë që ai reklamon se bën. Erion Veliaj do të mbahet mend si njeriu i cili ja kushtoi të gjithë vëmendjen e vet imazhit, u përpoq që të kuronte imazhin e vet dhe këtë e bëri me kosto kur vjen puna tek produkti i punës së vet. Sot Tirana në pjesën më të madhe të saj është një qytet i cili nga pikpamja e jetesës së përditshme për ata që jetojnë përditshmen e saj, që jetojnë trafikun e saj, po kthehet në i pabanueshëm, ndotja është në nivele alarmante, trafiku në nivele alarmante, kaosi urban në nivele alarmante. Tirana sot në vitin 2025 nuk ka akoma ujë, pra pjesa më e madhe e qytetit nuk ka akoma ujë, e vetëm zgjidhjen që kanë bërë për ujin e pishëm, për ujin, jo për ujin e pishëm, por për ujin, qytetarët e kanë zgjidhur vetë, ujin për të pirë shkojnë akoma ta blejnë në dyqan, kështu që kjo është puna e Erion Veliajt. Por ai është kujdesur të ketë imazhin e mirë. Dhe këto media që sot vazhdojnë akoma ta mbrojnë, e kanë pikërisht për inerci të flukseve të parave të mëdha që kanë marrë gjatë gjithë kohës, duke shpresuar që me këtë shërbim të fundit që po i bëjnë, po i ja lajnë haqet e gjithë asaj mirëqenie që kanë jetuar për gjatë gjithë 10 viteve të zotit Veliaj. Dhe duhet të themi një gjë që zoti Veliaj kishte shansin për të qenë kryetari i bashkisë më i gjatë në Shqipëri, nëse do ta mbyllte këtë mandat, nuk ka arritur dot e Dirama. Dirama ka qenë 11 vjet kryetar bashkie, zoti Veliaj do bëhet 12 vjet, po si duket nuk ja la fati që të arrinte zotin Rama dhe do të mbetet te 10 vjeçari. Ola. Erion Veliaj mbase do përfshihet te modelet dhe literaturat e shkollës së gazetarisë, si nuk duhet bërë gazetari, sepse për një kohë të gjatë në newsroomet shqiptare, media të cilat kishin lidhje të drejtë për drejtë me zotin Erion Veliaj, si përmes interesave në lejet e ndërtimit, si për interesat të tjerë ekonomik, përmes kontratave dhe tenderave publik, apo edhe parave që dërgonte dhe vetë zoti Veliaj dhe reklamave që ofronte kompania e vllajt të tij, raportoi sot me Bashkinë e Tiranës, presim çfarë do të sjellë me ujë transfer zyra e shtypit. Ky ka qenë për vite me radhë në shumicën e redaksive të medias shqiptare, raportimi i gazetarëve të sociales që mbulonin Bashkinë e Tiranës. Nuk kishte asnjë kronik kritike, nuk kishte asnjë emision kritik, flasim për mediat kombëtare dhe ato që kanë patur vëmendjen e opinionit publik.